Ekipet e zjarfikësve të Tetovës gjatë natës zhvilluan një betejë për lokalizimin e zjarrit në afërsi të Cerovës në komunën e Zhelinës, me qëllim që të parandalohet përhapja e mëtejme e tij në zonat përreth. Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza Muhamet Ali dhe komandanti i Njësisë Territoriale kundër zjarrit Tetov, Avni Ahmeti, ishin në terren dhe drejt për drejt koordinuan situatën. Ekipet e zjarfikësve të Tetovës u vendosën në pikat kritike përreth fshatit Cerov. Njësitë zjarfikëse ndërhyjnë drejt për drejt në terren për të ndaluar përparimin e zjarrit dhe për ta vënë atë në kontroll të plotë në kohën më të shkurtër të mundshme. Drejtuesit e Qendrës për Menaxhim me Kriza dhe të Brigadës së Zjarfikësve të Tetovës po e monitorojnë situatën në terren për të reaguar në kohë në rast të ndryshimit të kushteve. Në 24 orët e fundit në vend janë regjistruar gjithsej 27 zjarre, prej të cilave 9 vijojnë të jenë aktive, 2 janë vënë në kontroll, ndërsa 16 janë shuar, njoftoi Qendra për Menaxhim me Kriza. Sipas qendrës, zjarre aktive janë raportuar edhe në disa zona të vendit. Në komunën e Studeniçanit, në komunën e Makedonski Brodit, në komunën e Kërçovës, ndërsa në komunën e Likovës raportohet vatër aktive pranë fshatit Nikushtak. Zjarre aktive janë regjistruar edhe në komunën e Vrapçishtit, pranë fshatit Lomnic, si dhe në komunën e Zhelinës, pranë fshatit Cerov. Në rajonin e Tetovës, zjarri është aktiv pranë fshatit Brodec. Autoritetet vijojnë të monitorojnë situatën dhe të ndërhyjnë në zonat ku zjarret mbeten aktive.